Profeti Ejub a.s. në Islam. Një shembull i përsosur i durimit edhe besimit. Në historinë e profetëve të përmendur në Islam, rrëfimi i profetit Ejub a.s. i njohur në Bibël si Job, është një ndër më preksit, më madhështorët dhe më të mbushurit me mësime për durimin, qëndrueshmërinë dhe përkushtimin ndaj Allahut në kohë provash. Ai është një nga profetët e përmendur me shumë respekt në Kur'an dhe tefsirët klasik, si Ibn Kathiri, Taberi dhe Qurtubi. Lindja dhe pasuria e Ejubit a.s. Ejubi a.s. ishte një njeri i drejtë, pasardhës i Isakut a.s., biri i Ibrahimit a.s. Jetoi në një kohë begat, në tokat e Haranit apo Shamit, sipas disa komentuesve, dhe ishte ndër njerëzit më të pasur të kohës së tij. Kishte toka, bagti të shumta, shërbëtor, fëmijë të shumtë dhe një grua të ndershme. Por ajo që e dallonte nuk ishte pasuria e tij materiale, por zemra e tij e pastër, devotshmëria e pakushtëzuar dhe mirënjohja ndaj Allahut në çdo rrethan. Fillimi i sprovave. Allahu vendosi ta sprovojë Ejubin a.s. për të qenë një shembull për njerëzit deri në ditën e gjykimit. Sprovat ishin të shumta dhe të rënda. Humbja e pasurisë, tërmete, zjarre dhe pushtime i morën çdo gjë që kishte. Humbja e fëmijëve. Një shtëpi u rrëzua dhe të gjithë fëmijët e tij vdiqën. Sëmundje e rënd trupore. Trupi i tij u mbulua me plag, lëkura i kalbej, aq sa njerëzit e dëbuan jashtë qytetit. Braktisja nga njerëzit. Të gjithë miqt, të afërmit edhe bashkëqytetarët e lanë. Vetëm gruaja e tij i qëndroi pranë. Allahu e përmend Ejubin a.s. në mesin e pejgamberëve, si pasardhës të Ibrahimit a.s. Ai ka ardhur pas Jusufit a.s. Ejubi ka qenë pejgamber i begatuar me të mira të shumta, si me një bashorte besimtare të mirë, të ndershme, me numër të madh të fëmijëve, me pasuri të madhe, me shërbëtorë punëtor. Por se Allahu pas këtyre mirësive e sprovon në shëndet sa që sëmundja nuk lë pa i prekur vend, përveç zemrës edhe gjuhës së tij, për ta përkujtuar e përmendur Allahun. E sprovon me vdekjen e të gjithë fëmijëve, e sprovon me humbjen e pasurisë, i largohen njerëzit. Vetëm gruaja është ajo që i ka qëndruar afër, duke u kujdesur për të. Ndonse dhe ajo ka qenë njëjtë e sprovuar me humbjen e fëmijëve. Madje edhe i vjen puna të dalë të trokas në përdyer për të gjetur punë në mënyrë që të fitojë diçka për ta ushqyer burrin e saj, Ejubin. Kur e kuptojnë se është gruaja e Ejubit, nuk lejojnë t'u afrohet fëmijëve e shtëpive të tyre, nga frika se mund t'ju sjellë ndonjë dëm as sëmundje. Duke qenë në këtë gjendje, i tregon Ejubit, dhe pas disa ditësh, ajo sjell ushqim në shtëpi dhe e pyet Ejubi se nga vjen ky ushqim. Por ajo nuk flet derisa ai zotohet se nuk do të haj pa i treguar. Atëherë ajo i tregon se i ka shitur gërshetat e saj për të fituar një kafshat buke. Kjo e prek shumë Ejubin. Është transmetuar se Allahu e ka sprovuar Ejubin a.s. për 18 vjet. Përmendet në histori se pas një kohe të gjatë të sprovës, i lutet bashortja e tij e i thot: "O Ejub, ti je i dërguar i Allahut, po ti lutesh e Zotit tënd. Ai do ta pranoj lutjen dhe na largon këtë sprov, këtë vuajtje." Ai i thot: "Kam jetuar 70 vjet në shëndet e begati, andaj është pak që të duroj për Allahun 7 vjet." Siç ka ardhur në hadith, atij janë larguar edhe të afërmit dhe të largëtit, të gjithë, përveç 2 vëllezër më të afërt e të sinqertë, të cilët e kanë vizituar mëngjes e mbrëmje. Por njëri nga ta i thot tjetrit: "Me të vërtetë Ejubi ka bërë ndonjë gjunaq të madh e që nuk e ka bërë askush në këtë botë." Pse ashtu? Sepse që 18 vjet është në këtë gjendje dhe Zoti nuk po ja largon këtë fatkeqësi. Pasi i tregojnë Ejubit për këtë, ai u thot: "Unë nuk e di se për çfarë po flisni ju. Nuk di të kem bërë diçka të tillë. Madje nuk ka ndodhur që të kaloj pranë dy njerëzve të cilët në grindje mes veti e kanë përmendur Allahun me betim. Veçse jam kthyer në shtëpi dhe kam bërë shpagim për ta nga frika se u përmend Allahu pa të drejtë. Kur ka grindje mund të ketë betim të rrejshëm e pa vend. Me këtë, ka dashur të thotë se për punët e tij, jo se jo që ka bërë gjuna,
por edhe kur të tjerët kanë bërë diçka, ai nga dashuria për Allahun ka bërë shpagim për ta. Te ky transmetim vazhdon hadithi të tregojë se sa herë Ejubi ka dalë për të kryer nevojat e tij fiziologjike, e ka ndihmuar gruaja e tij që të kthehet në shtëpi. Një ditë kur ka dalë me të, është vonuar të shkojë ta marrë dhe ai është friksuar se çfarë u bë me të. Në këtë gjendje Allahu e urdhëron që të godas tokën, t'i bjerë me këmbë dhe kështu në këmbën e tij fillon të buroj ujë i ftohtë, me të cilin urdhërohet të pastrohet dhe ta pi. Nuk ka vend që ka prekur ai ujë në trupin e tij, veçse Ejubi është shëruar aty, duke ju kthyer pamja e bukuria. E kur e ka pirë është shëruar prej sëmundjeve e dhimbjeve të brendshme që ka pasur. Kur gruaja e tij kthehet e nuk e sheh ku e ka lënë, pyet një njeri aty pari: "A i ke parë pejgamberin të cilin Allahu e ka sprovuar?" Nuk ka njeri që kam parë ti përngjaj atij kur ka qenë shëndosh e i ri më shumë se sa ti. Atëherë ai i thot: "Unë jam Ejubi." Allahu thot: "Kujtoje Ejubin kur ju lut Zotit vet. Mua më ka goditur fatkeqësia, e ti je më mëshiruesi i mëshiruesve." Ne ju përgjigjëm atij: "Ja larguam mjerimin që kishte dhe ja kthyem familjen të dyfishuar në numër. Këtë bëm nga mëshira jon dhe që t'jetë për kujtesë për ata që na adhurojnë." NBA 83-84. Dietarët përmendin se jo vetëm që ja ka kthyer atij shëndetin e rinin, por edhe bashortes së tij. Si tregohet pastaj në hadith, Ejubi ka pasur 2 hambar, njërin e ka përdorur për ta mbushur me grur e tjetrin me elb, dhe vinë 2 re e njëra lëshon ar derisa është mbushur hambari plot, dhe tjetra lëshon argjend derisa është mbushur hambari tjetër plot. Allahu ja kthen atij edhe pasurinë. Allahu thot: "Kujtoje robin ton Ejubin, kur ju lut Zotit vet, me të vërtet më ka goditur djalli me mundim dhe vuajtje." Ne ju përgjigjëm: "Bjeri me këmbë tokës, dhe aty do dalë një burim me ujë të ftohtë për larje dhe pirje." Ne ja kthyem atij familjen dhe 2 herë më tepër, si mëshirë prej nesh dhe këshillim për mendarët. Sad 41-43. Dietarët kanë 2 interpretime për fjalën "më ka goditur djalli", me vezvese për shkak të sëmundjeve e vuajtjeve, me dyshime tek njerëzit se a është ai pejgamber apo jo. Allahu thot: "Ne i tham atij: merr me dorën tënde një tufë thuprash, e bjeri lehtë me to gruas tënde dhe mos e shkel betimin tënd." Ne e gjetëm atë të durueshëm, rob të mrekullueshëm. Ai kthehej vazhdimisht me pendes tek Zoti. Sad 44. Këtu flitet për një betim që e ka bërë Ejubi kur ka qenë i sëmur, se nëse, domethënë, pasi që Allahu ja kthen shëndetin, do ta godas gruan e tij me 100 thupra. Prej arsyeve që përmendin dietarët, është për shkak se i ka shitur gëshetat, e tash që është i shëndosh, do që ta realizoj zotimin, dhe Allahu i thot: "Merr me dorën tënde një tufë thuprash të vogla, e bjeri lehtë me to edhe mos e shkel betimin." Pra një realizim i betimit në formë simbolike, por pa e shkelur. E si të mos jetë diçka simbolike ndaj një gruaje me aq durim të madh që kishte, për kushtime për kujdesje ndaj burrit saj, e që nuk ishte dhe gjë e lehtë me të gjitha ato vuajtje e vështirësi me vite në shërbim të tij. Ejubi alayhis salam në Kur'an përmendet si shembull për durimin e tij. Durim në varfëri, prej një kapitali të madh pasurisë duke rënë në një varfëri të skajshme. Në humbjen e familjes, një nga një, në sëmundje njëra pas tjetrës, duke përfunduar vetëm gjua e zemra pa u prekur, e megjithatë ka treguar durim të jashtëzakonshëm. Vdekja dhe trashëgimia e Ejubit. Disa burime tregojnë se Ejubi jetoi rreth 93 vjet dhe vdiq në një moshë të madhe. Varri i tij thuhet se ndodhet në Oman ose në Turqi, në Sanliurfa, që quhet qyteti i Ejubit. Përfundim. Historia e profetit Ejub është një dritë udhëzuese për çdo besimtar që përballet me vështirësi. Ai na mëson që asnjë sprovë nuk është e përhershme dhe se me durim dhe besim, Allahu i jep njeriu shpëtim dhe shpërblim.